Dita e 8. Na ka lindur një fëmijë. Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Ati i përjetshëm, Princi i paqes. Isaia 9:5. Krishtlindja është përgjigja përfundimtare e Perëndisë për gjithë errësirën e botës dhe për të gjitha zhgënjimet e jetës. Në Krishtlindje, përgjigja për shpresat dhe frikën e të gjitha viteve gjendet në një foshnjë të vetme dhe të porsalindur. Burrat dhe gratë e perëndishme e kishin pritur lindjen e këtij fëmije, që nga premtimi në kopshtin e Edenit për atë që do t'ia shtypte kokën gjarprit. Populli i Izraelit kishte pritur gjatë për ardhjen e atij që do t'i mishëronte të gjitha shpresat e tyre. Profetët kishin shpallur ardhjen e një Mesie dhe pritshmëria për një çlirimtar të tillë po rritej gjithnjë e më shumë. Ndërsa profetizoi ardhjen e dritës në errësirë, Isaia e ndezi edhe më fort këtë dëshirë të zjarrt, duke na dhënë hollësi të mrekullueshme për identitetin dhe veprën e këtij mbreti që po vinte. Në kohën e Isaias, populli i Perëndisë duhej të priste edhe shumë shekuj të tjerë për ardhjen e tij. Por neve nuk na duhet të presim. Sot soditni bashkë me mua atë grazhd të shekullit të parë dhe mrekullohuni me atë që ushtri atje. Ky fëmijë është këshilltari ynë i admirueshëm. Në botën e lashtë, mbretërit njiheshin në një farë mase nga këshilltarët e tyre. Shtrirja e autoritetit dhe e sundimit të tyre bëhej e dukshme nga numri i këshilltarëve për të cilëve mund të kërkonin këshilla. Një sundimtar i mençur është mjaft i ndershëm për të kuptuar se nuk mund të dijë gjithçka rreth çdo gjëje, dhe prandaj ka nevojë për njerëz që t'i japin këshilla. E megjithatë, Isaia tha se ky mbret nuk do të kishte asnjë këshilltar, jo sepse i mungon urtësia, por sepse ai është vetë mishërimi i urtësisë. Ai vetë është këshilltari i admirueshëm. Ai nuk ka nevojë për ndonjë urtësi të jashtme, për të sunduar me përsosmëri absolute, si dhe me autoritet të plot. Ai nuk kërkon këshilla, ai nuk bën gabime, dhe ai kurrë nuk hamendëson se cila është rruga më e mirë përpara, për veten ose për nënshtetasit e tij. Si një këshilltar i admirueshëm, ai ka një plan të përsosur. Ky fëmijë është Perëndia ynë i fuqishëm. Prandaj, ai ka fuqinë për ta përmbushur atë plan të përsosur. Në fund të fundit, një plan në vetvete nuk vlen asgjë nëse nuk mund ta zbatosh atë. Por këtu bëhet fjalë për një mbret që mund të ecë mbi ujë, të shërojë të sëmurët dhe të ringjallë të vdekurit. Ai është mbreti hyjnor dhe asgjë nuk është tepër e vështirë për të. Autoriteti të Krishtit nuk do t'i vijë kurrë fundi, sepse ai është Zoti i krijimit. Çudia e çudive, mrekullia e mrekullive, është se ky Perëndi ka hyrë në rrethanat tona, ka marrë dobësinë e krijesave dhe ka përqafuar dobësinë njerëzore në plotësinë e fuqisë së tij. Kur mos pushofshi së mahnituri me faktin që, ndërsa me sytë e besimit, soditni foshnjën e shtrirë në atë grazhd, ju po soditni Perëndinë e fuqishëm. Ky fëmijë është Ati ynë i përjetshëm. Këtu kalojmë nga plani i Perëndisë dhe fuqia që ka ai në atësinë e tij. Fëmia që u premtua tek Isaia është Ati ynë i përjetshëm. Ky titull këtu nuk është një referencë për personin e parë të Trinisë, sepse ishte Perëndia bir, ai që mori mish njerëzor. Isaia thot se Jezusi është si një At i përsosur për popullin e tij. Si një At kujdes tregon, mirë na i njeh gjithë dobësitë. Butësisht në krah na mban, na çliron nga gjithë armiqt. Me fjalë të tjera, pasi na ka sjell në familjen e tij, Jezusi do të na mbajë përgjithmonë fort. Ai nuk u mundua më kohë që të na kërkonte dhe të na gjente, të na falte, të na përqafonte dhe të na tërhiqte drejt vetes, që pastaj të na hiqte mënjan. I përjetshëm nuk është thjesht një referencë,
ndaj qenies së tij të përjetshme. Kjo është një referencë për dimensionin e pafund të kujdesit të tij. Nuk do të ketë kurrë një ditë kur Zoti Jezus të mos e di se çfarë të nevojitet ty. Nuk do të ketë kurrë një ditë kur Zoti Jezus nuk do të jetë në gjendje të bëjë atë që të nevojitet ty. Nuk do të ketë kurrë një ditë kur Zoti Jezus nuk do të dëshirojë të bëjë atë që të nevojitet ty, sepse dashuria e tij për ty është si dashuria e një ati. Dashuria e tij për ty nuk njeh kufi dhe nuk mund të shterojë kurrë. Zoti i krijimit kujdeset për ne çdo ditë dhe në çdo mënyrë, si një ati përsosur. Ky fëmijë është princi ynë i paqes. Mëkati na i prish gjërat të gjithëve. Na ndan nga njëri tjetri dhe nga Perëndia. Të gjithë ne nga natyra jemi të huaj dhe armiq në mendje, ndaj krijuesit ton. Por princi i paqes ka ardhur. Jezu Krishti mund t'i jap fund konfliktit mes Perëndisë dhe njerëzimit, sepse ai e mbushi hendekun mes Perëndisë dhe nesh në mishërimin e tij. Dhe ai e ka përcjell ndarjen mes nesh dhe Perëndisë në vdekjen dhe ringjalljen e tij. Ai është i vetmi që është në gjendje të zër vendin që ne meritojmë për shkak të mëkatit ton. Ai është i vetmi që na do, aq sa të zgjedh të zër vendin ton, pavarësisht nga mëkati ynë. Gjetja e paqes dhe e begatisë së vërtet nuk ka të bëjë me arritjet personale. Nuk ka të bëjë me ne që të ujdisim punët tona, ose që vitin e ardhshëm të jemi njerëz më të mirë nga sa ishim këtë vit. Ka të bëjë me përqafimin e asaj që ka arritur Krishti. Këshilltari ynë i admirueshëm, Perëndia ynë i fuqishëm, Ati ynë i përjetshëm dhe princi ynë i paqes ka ardhur. Pa Jezusin, edhe nëse zotërojmë gjithçka, në të vërtet nuk kemi asgjë. Me Jezusin, edhe nëse nuk zotërojmë asgjë, në të vërtet kemi gjithçka. Ne mund të nënshtrohemi me gëzim planeve të tij, të gjunjëzohemi para sundimit të tij, të mbështetemi në kujdesin e tij të butë dhe ta lëm paqen e tij të banojë në zemrat tona, sepse na ka lindur ky fëmijë, ky mbret. Për reflektim, cilin nga 4 përshkrimet e Zotit Jezus që kemi shijuar sot e vlerësove më tepër? Për çfarë të shtyn që ta lavdërosh Jezusin dhe çfarë të shtyn që t'i kërkosh atij që të bëj brenda teje ose për ty? Natë qartë një këngë e lash dhe lavdi plot, nga engjëjt që me harpa thon, përkullur për mbi tokë. Paqe mbi botë dhe njerëzve mirësi, prej t'hir shpit mbret qellor. Ja bota në qetësi qëndron, se engjëjt po këndon. Ju qënën barën e jetës, të krusur shpirt e trup, që kodrën qitni me mundim, nga dale me sëmbim. Shikoni ore madhe vjen, bikra po flatron shpejt. Ma tanë këti shtegu t'shlodhuni, se engjëjt po këndojnë. Ja ditët që profetët ban, afrohen me shpejtësi, dhe koha që u parafol, me vitet që kalon. Kur paqja përmbi tokën bar, të shtrish këlqimin e saj, tërbon
Të këngë që engjëjt këndojnë.